Borxhi publik i shtetit nuk është 51% i prodhimit të përgjithshëm bruto, sipas guvernatorit të Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Bogov. Megjithatë, ai nuk tregoi sa është borxhi dhe ku mund të verifikohet niveli i vërtetë i tij. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, borxhi është 44.8% nga prodhimi i përgjithshëm vendor, pa llogaritur borxhin e ri të marrë përmes euroobligacionit gjysmë miliard eurosh. Për Bogovin, spekulimet që dëgjohen në media mbi borxhin janë thjesht politike. Diskutimet këto ditë në lidhje me borxhin publik shoh se janë diskutime politike dhe më mirë që të mos hyjë në to. Sipas Bogovit, ekonomia vendore është e fuqishme dhe vazhdon të rrimëkëmbët në kushte të inflacionit të ulët dhe mbështetjes kreditore në rritje nga ana e sektorit bankar. Politika monetare ka qëllime të qarta të cilat jemi duke i përmbushur në vazhdimsi edhe në periudhën e ardhshme. Duke thënë këtë, nuk ka vend për shqetësim. Një ditë më parë, Ministria e Financave doli me të dhëna të reja për borxhin e qeverisë qendrore, pa përfshirë borxhet e Bankës Maqedonase për ripërtëritje dhe zhvillim ndaj komunave dhe ndërmarrjeve publike. Borxhi në qershor u regjistrua 34.5% nga prodhimi i përgjithshëm bruto, ose 0.4% më pak se muaji maj. Në para, borxhi është 2 miliardë 792 milion euro, ose 25.8 milion euro më pak në krahasim me muajin maj. Në këtë shumë nuk hyn borxhi më i ri me euroobligacionin prej gjysmë miliardi euro, që u mor në korrik. Të dhëna për borxhin e përgjithshëm publik nuk ka, përveç asaj që u publikua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, se ai është 44.8% nga prodhimi i përgjithshëm vendor, por pa euroobligacionin.